Në Malishev po merr formë edhe një tjetër iniciativë e rëndësishme, projekti i Xhamisë së Gurit. Një ide që buron nga dëshira për ta ruajtur traditën dhe për ta zhndërruar atë në vlerë të përbashkët. Projekti pritet të jetë shumë dimensional dhe veçantia minarët që do të shërbejnë si pikë vrojtimi për qytetin. Xhamia e Gurit pritet të jetë xhamia e parë që do të heqë muret e oborrit të saj dhe do të shërbejë si park për banorët. Ky projekt fantastik është ende në pritje të mbështetjes së plotë të qytetarëve dhe synon të bëhet një monument i besimit e bashkimit. Xhamia e Gurit është një projekt i veçantë, një projekt unik për komunën e Malishevës. Është projekti i përgatitur me kujdes, duke përfshirë në vetveten e tij të gjitha veçoritë e Malishevës, siç është Guri, siç është ujvara, uji dhe po ashtu edhe i mbuluar me një ples. Ky objekt nuk është vetëm një faltore, nuk është vetëm një xhami, por do të jetë një objekt i kullit në përgjithësi, i cili do të ketë edhe salla të leximit, do të ketë bibliotekë, do të ketë klasa për mësim, besim, do të ketë gjitha objektet e tjera përcjellëse dhe me një fjalë do të jetë një kompleks i veçantë dhe i cili i përgjigjet nevojave të kohës dhe për vitet e tëra do të jetë një gur lidhës në mes të besimtarëve, qytetarëve dhe objekteve fetare. Kontur